Apo ka faktor të tjerë të cilat me një farë forme e kanë sjellë këtë mos ngritje sa e keni planifikuar ju të partisë tuaj? Për mua, përgjegjësia bie mbi të udhëheqjen e Partisë Demokratike, në veçanti mbi kryesinë. Sigurisht që mënyra e fushatës, mobilizimi e elektoratit, diskutimi dashka shumë i panevojshëm, a duhet të rikthehet Limaj apo s'duhet të rikthehej Limaj, ka bën që një pjesë e elektoratit Partisë Demokratike të abstenojë nga zgjedhjet. Të abstenojmë. Pas sot thirrje në Facebook, zoti Haxhiu, thirrje që kërkonin llogaridhënie nga Hamza, po përmendet Durrani Ismaili si një mundësi që të vija. Ka diçka konkrete, a ka ndonjë lëvizje apo është gjithçka në pritje të epilogut të Hagës si vendim më pasaj të mendohet? Edhe nëse Partia Demokratike e Kosovës, unë besoj që do të filloj shpejt procesin e brendshëm zgjedhor, sepse për shkak të këtyre proceseve të njëpasnjëshme zgjedhore, procesi i brendshëm zgjedhor është shtyrë. Ta e pothuajse procesin e fundit zgjedhor kemi filluar të brendshëm partisë, kemi filluar në vitin 2018. Janë më shumë se 7 vite që PDK nuk ka mbajtur proces të brendshëm zgjedhor. Ka pas shumë nevojë që të rifreskoj rradhat e veta me kuadër të reja profesionale, të cilat do të gjeneronin edhe më shumë votë, jo vetëm të mobilizonte elektoratin e saj, mirë po edhe të sjellte vota të reja, që më pastaj në rezultatet e zgjedhorëve do të ishte shumë më e mirë për Partinë Demokratike. Tani këtu ftesat për llogaridhënie dhe ose për mendjen e anëtarëve, kanë mund të jetë shtynë për dikujt që ka dëshirë me marrë pozicion, ose